Një ditë para se të fillojë muaji i shenjtë i Ramazanit, Bashkësia Fetare Islame nda një lajm të rëndësishëm me besimtarët musliman. Kreu i BFI-s Shaqir Fetai bëri të ditur se kompleksi Arabati Baba Teqe nga sot është përfundimisht pronë e BFI-s, edhe me flet pronësinë e re nga kadastra. Fetai paralajmëroi investime të reja në Teqen Arabati Baba pas përfundimit të këtij problemi me çështjen pronësore. Kompleksi i Arabatit definitivisht pronë e muftinis, respektivisht pronë që më do të menaxhoj lirshëm muftinia e Tetovës në krye me muftiun Selver Efendi Gjemailin, bashkëpunëtorët e tij. Unë mendoj se ky ka qenë një problem mbi 20 e sa vite, derisa kjo pronë u humbë dhe u bë pronë e të tekstit, por ne nuk u dorëzuam si Bashki Fetare Islame, bashkë me muftiun profesor doktor Selver Efendi Gjemailin, duke qenë të pa kompromis se kjo pronë ka qenë historikisht vakuf dhe ka qenë pronë e Bashkisë Fetare Islame, dhe se ne bëm çmos që kjo pronë të kthehet dhe definitivisht të jetë vakuf i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pas rrumbullakësimit të Arabatit si pronë e Bashkisë Fetare Islame, mendoj se do të vazhdohet projekti tjetër për renovimin, rregullimin, si dhe rizbukurimin e kësaj qendre të madhe të qytetit të Tetovës, të paraqiten partner tjerë të cilët do të donojnë për zbukurimin dhe ngritjen e kësaj qendre, dhe nesër do ta kemi në shërbim të vlerave fetare islame, në shërbim të popullit, në shërbim të vizituesve të mëdhenj që e vizitojnë Tetovën, në veçanti kompleksin e Arabatit, si dhe shumë projekte tjera që do të jenë në shërbim të vakufit të muftinisë së Tetovës. Miftyja i Tetovës Selver Gjemaili tha se kjo arritje nuk do të ishte mundur pa mbështetjen e shumë njerëzve të vullnetit të mirë, mendimin e të cilëve më në fund kompleksi Arabati Baba Teqe u bë pronë e BFI-s. I falenderoj të gjithë faktorët tjerë brenda Bashkisë Islame dhe jashtë Bashkisë Islame. Veçanërisht i falenderoj edhe organizatën turke TIKA që është e interesuar për të renovuar, kështu që ne në të ardhmen, ashtu siç e tha dhe Reisi, do të aplikojmë, do të bëjmë një kërkesë deri te TIKA, pasi që kanë përfunduar çështjet pronësore juridike, do të bëjmë një kërkesë drejtuar TIKA, por arsye se siç e dini TIKA është e njohur me investime dhe renovimin e disa objekteve këtu te ne në Maqedoni, qoftë Shkup, Manastir dhe Gjetiu, edhe Nohër ashtu. Kështu që ne shpresojmë që edhe kërkesa jonë do të pranohet dhe në të ardhmen kemi shpresë dhe bindje që do na miratohet ky projekt dhe do të fillojë me renovimin. Ky kompleks është zakonisht i bukur dhe i rëndësishëm në aspekt arkitektonik dhe kulturor. Nga Bashkësia Fetare Islame thanë se do të bëhet renovimi dhe riparimi i objekteve të deformuara, gjithmonë duke u ruajtur origjinaliteti historik.